Të dashur teleshikues të Albanian Waves, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin ton të përdyjavshëm në stacionin lokal Rogers TV, si gjithnjë në fillim lajmet tona komunitare. Ditën e shtunë, më 23 nëntor, në orën 10 paradite, do të mbahet me shim në gjuhën shqipe nga peshkopi ortodoks Hirësia e tij Atilia Ketri. Adresa është Kisha e Shën Mari Magdalenës në Trinity College, Universiteti i Torontos, 6 Hoskin Avenue. Për çdo pyetje ose informacione shtesë, koordinatorët e komunitetit ortodoks në Toronto kanë vënë në dispozicion disa numra telefoni. Kompania kanadeze White Rose Janitorial kërkon të punësojë pastrues si dhe superintendent për banesat e ndryshme në Toronto të marrën në ngarkim nga kjo kompani. Të interesuarit ose të interesuaret duhet të dërgojnë një rezume në adresën e treguar në ekran. Agjencia shqiptaro-kanadeze e udhëtimeve Sunny Shores Travel me seli në Toronto kërkon të punësojë një agjente ose agent me përvojë dhe me njohje të mirë të shqipes dhe anglishtes. Kandidatët me certifikat TICO kanë përparësi. Të interesuarit të kontaktojnë zotin Sami Ademi në adresën e tij të emailit duke dërguar një rezume ose në njërin prej numrave të telefonit që shfaqen në ekran. Me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, Pasqyra Shqiptare Production, me mbështetjen e shoqatës së Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze në Toronto, organizon premierën e pjesës së dytë të dokumentarit Mrekulli Shqiptare. Kostoja e filmimeve të tij është mbuluar nga një grup sponsorësh shqiptaro-kanadez, organizata, individ dhe biznese në Ontario, emrat e të cilëve po i shfaqim në ekran. Premiera do të mbahet në Review Cinema, që ndodhet në adresën 400 Roncesvalles Avenue në Toronto, ditën e njëjtë, më 28 nëntor, në orën 7 të mbrëmjes. Hyrja fillon në orën 6:30 dhe është pay what you can. Pra, pagesa nuk është me detyrim, por kushdo që ka dëshirë mund të bëjë një dhurim simbolik për pasqyrën shqiptare dhe shoqatën e Torontos. Të interesuarit janë të lutur ta konfirmojnë pjesëmarrjen duke vizituar faqen e pasqyrës shqiptare në Facebook ose duke konfirmuar nëpërmjet emailit që shfaqet në ekran. Më 22 nëntor të premten mbrëma në L Park Banquet Hall mbahet koncerti festiv me Dark, ku merr pjesë këngëtarja e shquar Aurela Gaçe. Organizatore është shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze e Torontos, e cila ju fton të merrni pjesë dhe të siguroni biletat sa më parë duke telefonuar në njërin prej numrave që shfaqen në ekran. Në çmimin e biletës prej $100 është përfshirë edhe menu e pasur, 2 shishe verë për çdo tavolinë si dhe pijet jo alkolike. Shoqëron Aurelën në tastier Erin Demiri dhe në klarinet për Parime Faja. Merr pjesë edhe këngëtarja e mirënjohur shqiptaro-kanadeze Tringa Rexhepi si dhe grupi i valleve Shqiponjat e Vogla. Më 28 nëntor në mbrëmje, pra pikërisht në ditën e 101 vjetorit të pavarësisë, Vatra me degën e saj për Toronton organizon një mbrëmje festive me Dark në Pearl Banquet Hall. Kjo sallë ndodhet në kryqëzimin e Dixit me Eglinton East në Mississauga. Telefononi për bileta në njërin prej 2 numrave që shfaqen në ekran. Të ftuar janë aktori Ndue Gjekaj, si dhe grupi muzikor Bashkimi nga Detroiti. Në çmimin prej $50 për të rritur, përfshihet ushqimi dhe vera në tavolinë. Më 29 nëntor mbahen 2 mbrëmje. Njëra që organizohet nga Alba Catering and Events do të mbahet në Celebration Banquet Hall. Salla ndodhet në afërsi të kryqëzimit të Victoria Park dhe Eglinton East në Toronto. Organizatorët ju ftojnë të shijoni menun e pasur tradicionale shqiptare, si dhe muzikën live nga orkestra e mirënjohur Toronto Boys. Siguroni biletat sa më parë duke telefonuar në njërin prej numrave që shfaqen në ekran. Çmimi për të rritur është $70. Po të premten mbrëma, pra më 29 nëntor, Aldo ju fton të merrni pjesë në mbrëmjen tradicionale që ai organizon me rastin e 101 vjetorit në Banquet Hallin Thorncliffe. Adresa e sallës është 45 Overley Boulevard në Toronto. Çmimi për person $55. Telefononi sa më shpejt për të rezervuar. Do të ketë dark të bollshme, muzikë live nga Alket Niçka dhe grupi i tij, DJ si dhe valltare profesioniste. Aldo 416 879
6153. Radhën e gjatë të festimeve për Toronton e mbyll zonja Antigoni Papastathi. Më 1 dhjetor, pra ditën e diel në mbrëmje, ajo organizon mbrëmjen e vet tradicionale për nder të ditës sonë kombëtare dhe si vjet ka të ftuar këngëtarin e mirënjohur Frederik Ndoci. Në çmimin prej $65 përfshihet edhe darka. Për të rezervuar janë vënë në dispozicion 2 numrat e telefonit që shfaqen në ekran. Mbrëmja do të mbahet në Ellas Banquet Hall. Si do t'ju dukej sikur ta përgjysmonit pagesën mujore të telefonit të shtëpisë? Përveç kësaj, edhe një numër telefoni shqiptar falas. Po, një numër një lloj sikur të banonin në Shqipëri, në mënyrë që të afërmit tuaj t'ju thërrasin falas. Risi dhe oferta të mrekullueshme nga Tirana Telekom. Mustat Travel, partneri juaj i fuqishëm për fluturime drejt Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë si dhe pushime kudo nëpër botë. Çdo udhëtar kërkon shërbim të kulturuar, udhëtim të sigurt dhe me çmim të arsyeshëm. Ne jemi këtu t'ju kursejmë paratë tuaja.